Tash po rikthehemi në bord shkollës, mësuesja Altone mësiri me vajzën Zanën, për ndryshe Altone Doroko është mësuesja e parë në fshatin Krushë e Madhe. Është vajza e Ukshinhotit të parë. Seka është vajza e Ukshinhotit të parë i njohur si Ukalimi. Ukalimit i ka bërë edhe një kronik në RTK, ka qenë një nga njerëzit më të fuqishëm kështu për ka fiziku. Mundi me pas storë në RTK. Edhe Mollirin me dorë, gurin e Mollirit thënë e ka ndalë, po ajo që ka qenë interesante ai ka qenë përparimtar në atë kohë. Me shkollu vajzën ka qenë kohë gjatë punë e madhe kur analfabetizmi ka qenë shumë i madh Kosovë. Që Altone mirë se i e Eravecit krenohej me Ukshin Hilmi Hotin, kushëri afërt me veprimtarin e çështjes kombëtare Ukshin Hoti. Por pa kush e di se Krusha e Madhe kishte dikur edhe një tjetër Ukshin Hoti. Megjithatë, ai shquhej për nga fuqia. Ukshin Hilmi Hoti kishte lindur në vitin 1908. Jetonte në Krushë të Madhe, por punonte në Shkup. Të moshmit e fshatit e përshkruajnë trup madh mbi 2 metra e 10 centimetra, e shumë të fuqishëm. Sllamaricët, i thëshim sllamaricë ai mushi me lula dilli, 300 kg i ka pas. Ja qitë më shpinë e qojke në prekolisë traktorit e qitë vetë, me fuqinë e vetë. Ukalimi, fejim. Që Altone mirë se i e këthyn vendlindjen Krushe. Ishte ju gjeta. Faleminderit për lule. Sa përmana edhe Ukshinhotin e parë, që e vajza tina që ka qenë përparimtar për në kohë, kur je shkollu ti, vajza e parë në Krushë që je shkollu, mësuesja e parë, a o kështu? Mësuesja e parë. Vitet 70 kom fillu me ditar, po ai nuk pati fat me jetu vdiq. Po gjatë të nonën. Edhe kështu që kom shumë obligime ndaj atij se ma kalon me gojë. Se dhe emrin dhe bustin që e mban kjo shkollë, ideatori dhe financieri ka qenë Ukshin Halim Hoti. Edhe ma kalon me gojë që najherë, kur ta festoni, thajke, kur ma përmend një emnin, edhe që e një lule me rreth qasi. Çka na ke sjellë sot Krushe? Sot ju kom sjell 100 karamfila. Lulë shumë vjeçare. Po, është shumë vjeçare, më të mira s'ka, që rënojnë shumë. Inshallah, testoni edhe shumë shekuj tjerë dhe pritni edhe ju bashkë, se kjo shkollë e treta, për këtyne trejave që e kom përjetu për urimin, a kupton, se ka pas edhe shkolla më të vjetra atje nërë të Gashjan. Një po une, a kupton sa kom fillu, se kom punu 30 vjetë këtu. E prej meje, prej shumë tjerve që më kanë përkra, edhe qytetarët e fshatit tim, edhe kolegë që kom punu, kanë dalë shumë gjenerata. Rezartin sot e kem drejtor, Rezart Verselin, djalin dhe Asmus, Musli Veselit, ka ra edhe me Dalmus me punu. Po, mu më ka ra me punu me babën e këti, dhe kemi qenë aktiv dhe kemi kalu momentet më të mira për krahjen më të mira kom pas për i Musli Veselit, Gjeladinalit, Ganinalit, ata kretë janë pak matrisë unë. Drejtor, ta pysa dhe këto. Kur e kem ditën e shkollës 100 vjetorën edhe çka kem aktivitete, a i ki thirrë gjitha ish mësuesët e mësuesët, na përshkruaj pak. Ne e përshëndesim mësuesin Altone, e falenderojmë për këto 100 lule, në shenjit e 100 vjetorit, një jubilej shumë i madh, për shkak se 100 vjet dije arsim për Krushën. Po, dita e shkollës është me datën 15 maj, duke filluar nga ora 9 pritja musafirëve, deri në ora 10. Në ora 10 është programi festiv. Kemi thirrë ish mësimdhënësit e shkollës, mësimdhënësit që janë duke punuar aktualisht, kemi thirrë edhe kontributdhënësit e vendit për vite që e kanë mbështetur shkollën, dhe familjarët e dëshmorëve të martirëve të gjithë. Mësuesja Altone, faleminderit shumë, kontributi jot është i madh, edhe gjatë kohës që ke punuar mbi 30 vite, mirë po edhe tani po shihim. Në shenjë falënderimi dhe nderimi për kontributin e mësuesit Altone ndër viteve në shkollën tonë, ne do t'ia dhurojmë edhe një bluzë me logon e 100 vjetorit të shkollës për mësuar. Faleminderit shumë.
Faleminderit. E gëzosh se altone, më më tregon shkolla parë në Krushë në cilën pjesë ka qenë lart atje te Gashion? Po, të Gashiont, po. Unë kom mësu atje. Vetëm fillorja ka qenë, a? Vetëm fillorja atje ka qenë edhe shkolla vjetër që ka qenë këtu. Atje kom mësu unë 2 vjetë, me mësu se Hasibe Alishanin 2 vjetë, tani Shazade Bardhi, prizrenit ato. Edhe mandej kemi kalu në klasën e 5, poshtë ku ka qenë e shkolla vjetër. E mandej, është ndërtu e shkolla majnë men, unë në vitin e 8 kam qenë, bede kom një fotografi me Ukshinin, unë me e kanacë. Në 72 më duket ajo. Jo, 72 unë jo martu. Ajo ka qenë në vitin e... në gjatë e 3-shën duket, që është gjatë e 4. Shumë Se herë. këto më bajnë mama dhe Ajo une. shkolla, na kemi him asfari aty. Jo, atjetër s'pe majnë në manë, unë po flasë për objektin që ka qenë këtu. Ja, ajo madhja stacioni policisë. A, ja se kom rrinjë ato. E, se A dhe atje se ka kom pas shkolla? Bibliotekën e kemi pasër, policia shkojnë zërza, kuptonë, po në stacionin tani biblioteka, atyre që Kastrati ka punu, Paca Shabane ka pas punëtorin aty, edhe mua si mësuse, mas 6 vjetë që dhash gjuhën frenge, që unë me një klasë atje edhe mi dhanë krejt do nga lëcana, edhe do mahalës atje naltë, e kom fotografin dokument. E ky objekti këtu që e kem rënu, ky në cilën vit, a unë 72-ën? E ky 72-ën do këtë, po, nuk e di bashkë. Se ajo është pas vitve 80, ato e kom rrinjë une, atjetrin. Po, e që kjo 72-ën më sukon. 72. Se është një dokumentar, Jo, jo, ma herët. Se është një dokumentar për Baramcurin 79-ën veç është. Të vësheja që ka bo. Jo, ajo ma herët, Ma herët, a? parë që Po, po a? shkolla e parë. Kjo ka qenë, këtu ka qenë 1926. Po, e vjetra. E vjetra, tani, Tani u bo ajo. po, po që Po. tjetërin s'pedi. E për që tjetrin, ajo kon në vitin 8, klasën e 8, apo të regoj. Me le kon fotografi, një me kanat me Ukshini ka pasar vjetra mujnë edhe geografi. A i ki ato foto të Ukshinit ta? Që shtë kon? E pse si kis jallë? Po e kom të shu atje, për se kanë marrë në muze, ata zdi vla ishin të Po ti në hati të dash mi o dretu fotot të Ukshinit me pas. Dish kush ma ka bo, një i Krushës, i Piranës është një mësë, di bat ka dhona, nuk e di në atë posë, disha ka dhona. E kom të shpi, sa bukur jo ma t'i ofër atina, sa mirë. Po nese, ta sjeli edhe ato, s'ka. Në shenje falenderimi dhe nderimi për kontributin e mësuesit Dalton në ndër vitet në shkollën tonë, ne do t'ja dhurojmë edhe një Panel. bluzë me logon e 100 vjetorit të shkollës Rëndësore. Falënderit shumë. Faleminderit. E gëzosh se altone, më tregon shkolla parë në Krushë në cilën pjesë ka qenë lart atje te Gashion? Po, të Gashiont, po. Unë kom mësu atje. Vetëm fillorja ka qenë, a? Vetëm fillorja atje ka qenë edhe shkolla vjetër që ka qenë këtu. Atje kom mësu unë 2 vjetë, me mësu se Hasibe Alishanin 2 vjetë, tani Shazade Bardhi, prizrenit ato. Edhe mandej kemi kalu në klasën e 5, poshtë ku ka qenë e shkolla vjetër. E mandej, është ndërtu e shkolla majnë men, unë në vitin e 8 kam qenë, bede kom një fotografi me Ukshinin, unë me e kanacë. Në 72-ën më duket ajo. Jo, 72-ën unë jo martu. Ajo ka qenë në vitin e... në gjatë e 3-shën duket, që është gjatë e 4. Shumë Se herë. këto më bajnë mama dhe Ajo une. shkolla, na kemi him asfari aty. Jo, atjetër s'pe majnë në manë, unë po flasë për objektin që ka qenë këtu. Ja, ajo madhja stacioni policisë. A, ja se kom rrinjë ato. E, se A dhe atje se ka kom pas shkolla? Bibliotekën e kemi pasër, policia shkojnë zërza, kuptonë, po në stacionin tani biblioteka, atyre që Kastrati ka punu, Paca Shabane ka pas punëtorin aty, edhe mua si mësuse, mas 6 vjetë që dhash gjuhën frenge, që unë me një klasë atje edhe mi dhanë krejt do nga lëcana, edhe do mahalës atje naltë, e kom fotografin dokument. E ky objekti këtu që e kem rënu, ky në cilën vit, a unë 72-ën? E ky 72-ën do këtë, po, nuk e di bashkë. Se ajo është pas vitve 80, ato e kom rrinjë une, atjetrin. Po, e që kjo 72-ën më sukon. 72. Se është një dokumentar, Jo, jo, ma herët. Se është një dokumentar për Baramcurin 79-ën veç është. Shtëpi gjysëm të rënuar, në thanë më të moshuarit e fshatit, unë dalë karroja që bartë të familjen Curi. Në mes të fshatit Krushe Madhe është edhe kjo shkollë që mban gjithashtu emrin aq të dashur për këta fshatar e fëmijë, emrin e Bac Bajrami. Të vësheja që ka bo. Jo, ajo ma herët Ma herët, a? parë që Po, po a? shkolla e parë.
Kjo ka qenë, këtu ka qenë 1926. E vjetra. E vjetra, tani, Tani u bua ju. po që tjetërin s'pedi. E për që tjetërin, ajo konë vitin 8, klasën e 8, apo të regoj. Me lekon fotografi, një me kanat me ushini ka pasar dhe tra mujnë edhe geografi. A ki ato foto të kshinit ta? Qështë të kom? E pse si kis jallë? Po e kom të shu atje, për se kanë marrë në muze, ata zdi vla ishin të Po ti në hati të dash mi o drejtu foto të kshinit me pas. Dish kush ma ka bo, një i krushës i Piranës është një mshusë, di bat ka dhona, nuk e dina të kosë, disha ka dhona. E kom të shpi, sa bukur jo ma t'i ofër atina, sa mirë. Po nese, ta sjeli edhe ato, s'ka. I mure për hirë? Për Sa u ndërprej? ditës së shkollës, Po, edhe. 100 vjetë shkollë. 100 vjetë shkollë, 100 lula. 100 vjetë shkollë, 100 rroj karamfil dhe janë kështu me jetë gjatësi. Inshallah gjithë ju e prit një pensionin dhe merrni rroga dhe sa keni me punu qështu. Inshallah, vesh shëndetën fiks pare. Ti kanë dalë shumë, Po, shumë gjenerata. Shumë. Dhe kudo që punojnë, e kryjnë punën me shumë nderë. I thras të gjithë nxënësat e mi, cilët kudo që janë, mrena vendet, jashtë në përbot, kudo që pe kryjnë punën gjitha profileve, ata janë më të mirët, e kryjnë me shumë nerë dhe me shumë përgjegjësi. Jam falenderuese dhe i përshëndes gjithë. Jam krenare. Të lumt. Bashkimi Gjevajlijës. Po më bashkimi Po që shia shti me halës gjove, natë. që i kemi Po dhe bashkimi ka dalë në penzion. Tash kemi ashtë e parti. 32 drandofile i kemi mbjallë, gjatë e 4 drunë dekorativ. E tash lula, nëse mujna me zbukurojnë dhe me lula, mujna këtë pjesën, Mirë shumë. mujna në pjesën, bonarin, veç si shpeshek pusin, Po, qdoj me bonari, ka reaktivizu. ekzistuar, ka s'ka regullu për mara. Të lumë, Bravo, bravo. ka dalë dole? Ja, shumë bukur, për marat, balaj. Tash edhe unë do t'i sjeli do lule, për që t'pjesë që tu. Edhe Ja me një mesazh në zonësve, që në t'kenë kujdes. kalojnë në përbari, plus hullin veterina. Po ka njësë që tash mirë. Po, vedisohen, inshallah. Jo, një mesazh krejt fëmijëve se shkolla afër është, kjo është një pasqyrë, është sheshi i fshatit, që njeri sa po mundohet në ati me punu, duhet me respektu se këta druj, sa do me qenë mirë vendi me shpia, po nuk i druj dekorative, lule, duket si e shëmtuar, apo kuptar, duhet mu vedisu që mirujt lulet, mija si mos mi shkel, mos mi nuk drëndofilat, isha dha vedisohen, po edhe me mësus dush më shkunit dit me fol, edhe se cili mësus. Jo, faleminderit për mësues dhe ju ka folë, po unë mendoj që edukimin primare ka nëna edhe baba. Familja, po, vetëm edhe rëndësinë e krejtë që saj, se ata flasin për mbajtjen e natyrës, të rolin e rasit. Duhet edhe ata, do më thonë, është trekanshi, mësus, nxans, edhe prim. Apo kupton, është ai trekanshi. A ishte pasaj nga tjetë? Shumë bukur, shumë. Edhe më talë një dje kanë qenë 9 Gjermanë, në i krashi i ka sjallë, jë nda shumë kilasën. Po, bravo. Shka ka mërgjimtar, po thojmë kem qef me pru shok, me vizitu krushën, dhe po të vinë ta shojnë mirë. Duhesh me qenë falenderus edhe për Pa mërgjimtarëve. mërgjimtar, Se ata jo nishi. Ata u plakën jashtë, u rritën edhe fëmijët e tyne, kur pa një aromën e shoshnisë, pa vendindjen, besoj që ata kanë me dhënë kontribut dhe ata janë celulat e para që kanë bosë, unë i majnë mend ku kanë fillu me integru në gjatë të tetën e tekmene, dhe ala e rrugës për ne. Mirë po, falenderë duhet më falenderu shumë që po japi e që pi ndihmoj fshatit, se na kudo që shkojmë unë ata krejt me jetu, gjuhën s'duhet me harru, mushkollu, kontributin me dhënë krejt që tu. Që kjo është pasqyra e gjithëve. Ju dëshiroj gjitha fëmijërat edhe ty jetë lumt që ka dalë një njeri si ti, që i kushton rëndësi. Unë këtë rrathi, Që bja dorën, ka dalë. për ndryshe kjo e ka pas nxënës edhe fitim dëraku ndëshmojnë e shumë tjerë, tek edhe Muhamet Malsorin. Ti Muhametit, Gzim Reshitin. Ka dole se këtu që Berati i besnikit. Berati? Po. Qyshi. Këto ata djemë të kanë pa në Zvicër, edhe e kemë bo njajtë. Shumë unë të kom pa, ju kom Po. qunë në rim. Shumë bukur, shumë.
Ma mirë se në qytet më dha. E fotografisë kemi mi qitë leda ndryqim, dajtë u kshin hotit, jo në zërzës. Investus, Po, po. Fatimja, Iti. Inja Fatime. Po, E i djali e ka pa në internet, tha, do me sjalla dhe fotografi. gjallë dikush për aty Jon e treti mund me ditë, ku të shkojmë kanë herë në presim. Po. Dhe Një- kjo fotografia një pa e pejzaz. ke u vjetruar në të mëna. Jo, fotografien, gjdo mërgjimtar, një vit shprej gatishmëria në ron njoni, një dit tjetëri. Vjet e ka ndru Shërif Shala. Djali Aziz Shale si mësusit, po. Djali Sherifi, djali Azizit. Po, Djali. sa njëri me kanë dikur. Ah. Shumë lullet i pas këtë madh edhe këto po më pëlqen. Zoti e ky ideatori më i pari ka qenë. Po shoh sot që po jetojnë lirë, e tjerë të mas këtina veç po ndu. E tash pasi u përshëndeta me mësën tone. Ta kërkoj donatin, ka mbet tash që këto e ka pastrua. Plus me fryme ka varën e ka. Nga udhana është sa bukur. Në ratë ka shku rrath. Pas ka bloku trotjeri me sa, po mirë. Meteorinet i ka hek spari. E fshati madh është. E kish nal njoni i kish thonë veç me njon po punoni, i bërthej qafën me njon po punoni. Kap du punoj. Kryesore mbrana fshatit, anë Morreza, anë rruga. Nësë ju përzini djallit. Punëtorë si janë tu një, din me menu, veç me logjiku. Një person, një, më thonë më konë që rrinë që rrinë veç pinë kafe që ditën, është okej, mundesh me gjyku, me akuzu. Po një person, po punon ca 4-5 dhe ti me akuzu, se ai truni, që shtacial truni kështu mrapshti, duhet me programu trunin marë. Me menu ma gjatë, me logjiku ma shumë. Katastrofë. Ku ta shikoni, a i veç pimon dhe gjusën të vesh për mes me nënje. E është i puna marrë djale mira, ki nevoj na ju i na i sanë. Edhe në regull jemi to. Edhe kanë te ka pastru, me 3 perë. Stai ka i me fres. Është të lija muzeu Kshinotit. Qërë dhe më thonë sa ka punu për i ditë ti dush me akuzu tash. Me gjiku. Dyre ku ka arrit, a beshej. Duhet më bo shpirt keq. Trathas me cement i qetë në shpinë, ti mundohesh edhe një mja qitë 4 me jarënduë. Duhet me menu mërë, po shka zotin e ka folë mendin, me menu ma gjatë, me logjiku ma shumë. Dyre ku ka arrit, që gati e sosi. Kina i mesazh për bashkimin. Për bashkimin, a kina i mesazh? A ki që ka ndaj quin? Po çfarë i so? Maj përpik mos në gjurë. Çfarë i so këti? Në bashkim ta hun kësha punën. Sa uj për të rjetë. E shikoni edhe shiu, si bie. Masho, zotit kofshin falë. Apo vjen më në krusha, apo se thot është. Vazhdon të bie shiu. Shi, baba shi, tokër me bori. Rrite grurin bërë flori, bash ka pas nevoj për shi. Zotë i matit kofshin falë. Bereqet. Për bujqit, për natyren, për tokën, për bimët, lullet veç rritën. Qërë
Kërë i kohës të ndërhoqës me bicikletë, s'ka lanë asë shënjon. E ka pranu qaqi në punë, në aksion. Ecim përpara.